është treguar sylesh ndaj lëvizjes rinore qytetare dhe nuk ka statuse në mediat e tij kundër tyre. Pritet zëvendësimi i shpejt i Peleshit me ballën, laja thaj, balla i ka mbet atij. Me kryetarin e komisionit të vëzhgimit të mjetëve digjitale të rrjeteve sociale të nomenklaturës socialiste. A do ketë viktima tjera, do ketë, po ato janë pa emër, pa pasojë. Ndaj dhe nuk ja vlen fare ti përmendish. Faleminderit. Të konferencë duke denoncuar situatën e krimit në vend, por a mendoni se duhet ketë përgjegjësi qoftë edhe morale nga ministri i Brendshëm, a kërkoni dorëheqjen e tij për situatën? Faleminderit. A mendoni se duhet ketë përgjegjësi, pra dorëheqjen e ministrit të Brendshëm, a e kërkoni ju si opozitë për situatën e krimit në vend? Faleminderit. Kjo situatë dëshmon bashkëpunimin e shtetit me krimin, për të cilin hiq çdo ministër vetë çdo ministër ai nuk dyshon se është direkt i drejtuar nga Edi Rama. Por se sa merret me krimin institucioni që duhet merret, jap një shembull të fundit. Drejtori i përgjithshëm i policisë, i emëruar nga bandat aty, me drejtorin e përgjithshëm të IKMT-s, shfaqen në Karaburun për të shkatruar një barake drasash. Ajo ishte barake drasash. Barake drasash. Pra, se si ti servilosen, ti pështirosen publiku dhe servilosen e Edi Ramës, ndërkohë kur krimi ka marrë dhënë. Lamollari nuk duhet ishte kurrë aty, por asgjë nuk zëvendëson dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës nga detyra. Edi Rama është kreu i Meduzës. Është padrinua i mafjes shqiptare. A e lexuat çfarë thoshte? Kur gazetari i nderuar i Unheard i thoshte na thuaj pak për Aruben. Aruben, që sot çdo shqiptare din që në Aruba ishin përfaqësuesit e karteleve më të fuqishme të drogës, karteleve shqiptare më të fuqishme të drogës, ishin biznesmen dhe qeveritar të dërguar nga Edi Rama. Kjo është e njohur. Dhe ky paturpsisht i thoshte gazetarit ku janë fotot, ku janë dokumentat, pas ky i thot se Berisha më foli për Aruben, po sigurisht i fola për Aruben. Dhe do flas për Aruben në të gjithë arenën, sepse Aruba është dëshmia më flagrante e shtetit e narkoshtetit, të shtrirë në gjitha nivelet. I shtrirë në gjitha nivelet. Dhe ky thot, ku janë fotografit, duhet i gjejnë fotografit Sali Berisha, këndosja, ndaj dhe unë kam denoncuar para jush, në mënyrën më të përsëritur, skapin
si bashkëpunëtor me kartelet e drogës. Pse? Sepse mban sekret emrat e qeveritarëve që ishin në Aruba. Dhe kjo është një tradhti e vërtet e ligjit. Kjo është një mbrojtje e narkoshtetit. Një krim i shëmtuar ka nxjerrë me të drejtë emrat e trafikantëve që ishin në Aruba. Ka nxjerrë emrat e biznesmenëve të dërguar nga Edi Rama në Aruba. Të dërguar nga Edi Rama? Po. Nuk nxjerrin emrat e ministrave që ishin në Aruba. Sepse kjo do t'ishte colpo di grazia, goditja e mëshirës përfundimtare për padrinon dhe shtetin e tij, narkoshtetin e tij. Po thuaj se në të gjithë këshillat bashkiak kemi parë një bashkëpunim mes këshilltarëve të majtë dhe të djathtë kundër reformës territoriale të propozuar nga Partia Socialiste. Në rast se mazhoranca ecën e vetme dhe miraton krahas kundërshtive në parlament të reformën e propozuar me 46 bashki, a do e shoh Partia Demokratike, do e vlerësoj skenarin për dorëheqjen e këshilltarëve të djathtë në mënyrë që në ato bashki që refuzojnë shkrirjen apo bashkimin me bashkitë më të mëdha, të bllokoj punën në këto bashki? Partia Demokratike është kundërshtarja e parë, siç e